Beb Shiroka, zemra që qeshi dhe qau me publikun. Në Shkodër, më 25 shtator 1933, lindi një artist që do të bëhej dritë e paharruar e skenës shqiptare, Beb Shiroka. Ai nuk ishte thjesht aktor, por një shpirt i madh që i dha jetë çdo roli, qoftë në dramë, qoftë në komedi. Në skenën e teatrit Migjeni e në ekranin e madh, ai la mbi 180 role që mbeten pasuri e artit tonë. Me zërin plot ngrohtësi, me batutat e tij plot jetë, ai e bëri publikun të qeshte me lot, por edhe të qante nga emocionet. Shiroka ishte një aktor që vinte nga zemra e qytetit, i rritur me humorin dhe shpirtin e Shkodrës, e megjithatë u bëi dashur për mbar Shqipërinë. Ai dinte të ishte i madh pa bërë zhurmë, dinte të prekte shpirtin e njerëzve pa artific. Në kinematografi roli i tij i parë do të jetë ai Ram Sokolit në vitin 1970 në filmin Lugina e Pushkatarëve, por roli që do ta bëjë atë të njohur para gjithë artdashësve do të jetë ai babait fanatik në filmin Çifti i lumtur në vitin 1975. Mëtej do të vazhdonin edhe më se 30 role të tjera të interpretuar me shumë mjeshtëri. Këtu mund të përmendim rolin e Xhandar Veselit në filmin Koncert në vitin 1936, në vitin 1978, rolin e Bajraktarit në filmin Besa e Kuqe, në vitin 1982, rolin e babait të Bardhylit në filmin Kur hapen dyert e jetës, në vitin 1986. Karrierën e gjatë të tij nuk mund të lëm pa përmendur edhe rolin e tij si skenograf në teatrin Migjeni, e lidhur kjo me pasionin e tij për pikturën, duke realizuar për këtë teatr mbi 30 skenografi për shfaqje të ndryshme. Një nga shfaqjet që më shumë lidhet me profesionin e tij si skenograf është komedia Çifti i lumtur. Për meritat e tij artistike, Beb Shiroka është vlerësuar me titullin e lartë Artist i merituar. Faqja nga ishte dikur e kujton me nderim e respekt këtë artist që la gjurmë të pashlyeshme në kulturën tonë.